Në qoftë se nuk më besoni mu, shikoni lajmet e sotme, edhe do të habiteni çka ndodh në Shqipëri. Do të lemeritni në qoftë se i kuptoni dhe nuk i leni ta na shkalojnë gjanat. Unë s'kam shumë kohë, tash se po vjen një person që do të marrë një çek edhe do të pres çekun, edhe nuk kam mjaft kohë dhe është mirë për ju, edhe do flas shkurtimisht çfarë ka ndodhur sot në Shqipëri, që është për të vu durët në kokë, edhe e dyta, çfarë po ndodh me gjykatat me këtë Ballukun, me çështjen Balluku krahasu me çështjen Veliaj. Në radhë parë, sot është dhënë lajme që ambasada amerikane, gjoni pak më kujdes, ka kriju një lloj komisioni për me bikqyr investimet e huaja në Shqipëri që të mbroj interesat e kombit shqiptar, kryesisht me investues që vinë nga jashtë, por që vinë nga Amerika. Kjo, vëllezër e motra, është lemeri, është idiotësi. Tim, just a second, I'm just making a video, come in. Është idiotësi. Tim, come here. Ky është Tim Gujen, ka ardhur me çekun, do të ai, kështu që unë do të merrem, do t'i pres. Say hi to my Albanian friends. Hello, hi. Edhe 2 seconds, sit there. Okay. Pra, kanë thonë që ambasada amerikane ka ardhur në Shqipëri, ka hap një komision që të investigoj, e të kontrolloj, e të shoh investimet e amerikanëve në Shqipëri, pra që të mbroj interesin shqiptar. Kjo, vëllezër e motra, është lajthitje, kjo është idiotësi, kjo është poshtërsi, sepse në qoftë se shteti amerikan, ambasada amerikane, megjithëse do të mbronte pronët e shqiptarëve nga investuesit e huaj, kjo mundet të ishte justifikueshme, në qoftë se investuesit e huaj vinin nga Italia, Gjermania, Serbia, nga do që t'jenë, edhe ambasada amerikane dele dhe të ndihmoj Shqipërinë që mos na mashtrojnë neve këtë. Por jo për investorë që vinë nga Amerika, në qoftë se vinë nga Amerika të investojnë në Shqipëri, ambasada amerikane ka konflikt interesi, se s'mundet ambasada amerikane dalë kundër interesit tim si Amerikan, me mbrojt shtetin shqiptar, është në interesin tim kundër shtetit shqiptar, po këto janë maskarej, që i tregojnë këto pesliqe, këto u heqin brekën të hujve, amerikanëve tashti, që të bëjnë ç'të duan me kombin shqiptar dhe me pronët shqiptare për interes të Amerikëve, që gjoja ta kenë mirë me amerikanët, edhe e paraqesin këta pikërisht atje ku s'lejohet, ambasada amerikane dhe nëse lejohet që të na ndihmojnë neve për shtetësit e vendeve të tjera, e të na thonë neve kujdes se ky Gjermani po ja hedh juve, nuk mundet në asnjë mënyrë nëse Sami Gjoka vjen në Shqipëri si amerikan, të këshilloj Shqipërinë që të mbrojë interesat e shqiptarëve duke sulmu në këtë rast interesin e Sami Gjokës që është në shtetës amerikanë. S'ka logjik, është idiotësi, është poshtërsi. Nuk thajmë gazetarëve se gazetarët s'dinë, ata janë të lajthit si puna juaj. Aq kuptojnë çfarë të serviresh që besojmë. Edhe ju do ta besoni, po mos e dëgjoni tash nga unë nga Sami Gjoka. Po Samiu mundohet ju hap ju e syt, se e di që jeni gjithë idiotë, se po mos tishit, nuk bënte siç bën qeveria me ju, siç po bën edhe me Ballukun. Për arsye se gjykatat edhe pse këto gjykatet tona po hecin drejt shkëputjes nga tutela e shtetit, prap janë shumë larg. Për shembull, Balluku, ato e kanë pezulluar nga puna. Edhe me ju të hiqet që po bëjmë diçka, po me luftu korrupsionin, po edhe me amerikanë të kushit për krah këto gjykatën e Spakut që shifnë, edhe me kryeministrin e pezulluar nga puna, kur e dinë shumë mirë që pezullimi i gjykatës speciale është me fshi bëthën, për arsye se ai prapë man atje në apel. Ata duhet të arrestonin në qoftë se ti ke faktet bindse për të qujtë të pandehur, edhe për të këshillu kryetarin e qeverisë që s'duhet të jetë, edhe për ta heq, për të pezullu që është sa më fshi byllthën ai urdhër, ti atëherë ke fakte të arrestosh siç ke arrestu Veliajn. Prandaj vëllezër e motra, se Timi po pret këtu, edhe do çekun. Unë nuk po flas gjatë ashti, po këto ishin dy lajme që më shkatrojnë, që më tregojnë mua që akoma
në Shqipëri bëhet çfarë ndan Edi Rama, kurse mediat akoma janë në ato hapët e tyre fillestare dhe s'kuptojnë çfarë thonë. Japin lajme që është konflikt interesi si lajm i madh, që është në dëm të shqiptarëve, sigurisht në interes shqiptarëve. Sami Gjoka ju përshëndet.